Triod quhet periudha kishtare që nis nga e diela e doganjerit dhe fariseut dhe përfundon të shtunën e madhe. Emërtimi triod vjen nga libri kishtar himnologjik që psalet në kish në këtë periudhë. Himnet e të cilit kanë 3 ode, nga 9 që janë zakonisht. Himnet e triodit janë shkruar në një kohëzgjatje prej 1000 vjetësh, që nga shekulli i 5 e deri në shekullin e 15 pas Krishtit. Triodi si libër u botua për herë të parë në vitin 1522. Triodi, si periudhë kohore, i referohet 3 javëve të para, gjatë së cilave të krishterët përgatiten për Kreshmën e Madhe të Pashkës, Kreshmën e Madhe dhe Javën e Madhe. Çdo e diel e këtyre javëve ka kuptimin dhe rëndësinë e vet. Të dielën e parë të doganjerit dhe fariseut pasqyrohet virtyti i përullësisë. Kisha, si një nën e dashur, u kujton bijeve të saj se fryma e përullësisë është e vetmja rrugë e sigurt për gjatë këtij udhëtimi shpirtëror drejt Pashkës. E diela e dytë, ajo e djalit plan prishës, na mëson vlerën e pendimit dhe madhështinë e faljes hyjnore. Nëse tham se përullësia ishte rruga për në destinacionin final, pendimi është mjeti për të arritur atje. E shtuna përpara të dielës së tretë të triodit quhet e shpirtrave. Ajo është vendosur si ditë në të cilën lutemi dhe u ofrojmë grur të zier, koliva, të gjithë vëllezërve tanë të parafjetur ortodoks që nga fillimi i kohrave, të cilët kanë nevojë për fuqinë e lutjeve që Perëndia i ka falur kishës së tij. E diela e tretë e të lidhurit të mishit na përkujton ardhin e dytë të Zotit ton, që në këtë mënyrë të kultivojmë brenda nesh frikën e domosdoshme dhe nderimin që i ka hije Perëndis si krijuesi, ati, por edhe gjykatësi ynë. Quhet e të lidhurit të mishit, sepse është dita e fundit që të krishterëve ortodoksë u lejohet konsumi i mishit. Java që pason është ajo e ngrënies së djathit, ku lejohet konsumimi i produkteve të bulmetit, vezëve dhe peshku. Të dielën e katërt të lidhurit të djathit përkujtojmë rënien dhe dëbimin e të parakrijuarve nga parajsa. Nuk është rastësi që Kreshma e Madhe nis me këtë të diel. Dëshira e njeriut për të mos u bindur e për të ngrënë frutin e ndaluar, refuzohet dhe bie poshtë nga dëshira për t'i bërë bindje kishës nëpërmjet Kreshmës. Kështu, ai tregon se vlerëson sakrificën e birit të Perëndis dhe shijon gëzimin paskal. Në ungjillin e kësaj dite, Zoti na nxit të kreshmojmë dhe ta bëjmë të mirën në fshehtësi e jo duke u dukur, që atë ta pranoj Perëndia. Ai është që në fund do jap shpërblimin e mundimit ton. Pason e hëna e bardhë, e cila shënon pikënisjen e periudhës së Kreshmës së Madhe. Periudhë kreshme, lutjeje reflektimi, në të cilën besimtarët para përgatiten për javën e madhe të pësimeve dhe më pas të ngjalljes së ndritshme të Zotit ton.